Kujdesu ndaj namazit dhe bëje këtë muaj të begat, shkak dhe rrugë për fillimin dhe ruajtjen e asaj që është shtylla kryesore e Islamit pas dëshmisë, namazin. Por nëse nuk tregohesh i kujdesshëm për këtë vepër madhështore, kam frikë se do të jesh sikur ai që me një dorë ndërton shtëpinë dhe me dorën tjetër e prish atë. Agjërimi i muajit të Ramazanit është një rrugë e devotshmërisë për tek Zoti i gjithësisë. Dhe ky është një qëllim tepër i madh. Arritja e devotshmërisë është një fitore e madhe, sepse ai është shkaku dhe qëllimi kryesor me të cilin çdo njeri arrin lumturinë e shumë kërkuar, e shumë dëshiruar, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Dhe gjithashtu duhet të di çdo njeri se adhurimet me të cilat ai i përkushtohet Zotit të tij, ndërtohet dhe agjërimi i ditëve të muajit të Ramazanit, në realitet përfitimi i tyre i kthehet vetë njeriu të cilit agjëron, pra e praktikon këtë adhurim, sepse Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë për adhurimet e njerëzve, nuk ka nevojë për devotshmërinë dhe përkushtimin e krijesave të tij. Pushteti i tij është absolut, nuk paksohet në asnjë moment, ai është i përkryeri, i madhëruari, nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa ne jemi krijesa të dobta, të mangëta në cilësitë tona, në atë që zotrojmë dhe gjithmonë në çdo moment kemi nevojë për krijuesin tonë.